Bravo. Garazh me qira. Ke kompleksi Derveni në Yzberish, i thonë. Posa ke pallatet Çabene, jemi mu në fund, këte, më nga perëndimi. Kompleksi Derveni din që të gjithë, pa bëhet fjalë garazh, jo vend parkim siç ngatrojnë disa, apo post parkim. Garazh, dhe ku e ke me qepen, e ke të personalizuar, fut makinën, fut raqe, fut çfarë të duash, vetëm ashash nuk duhet të mbjellësh. Dhe ndriçimin e ke pyk, ndarjen me këta e bëm, se e këshim çik më të vështirë, sepse dhe donin të lëshonim të dyja të shënë si ka. Për masat e garazhit janë 614, 6.1 është e gjatë, ja ku i keni këtu, 6.1 është e gjatë, 3 metra gjerësia dhe 3.10 është lartësia. Pra është në kushtet optimale me ndriçime të gjitha. Tu keni një vend kalimi që këmbejnë 2 makina dhe ne përpiqemi fort këtu që bashkëpunon kjo që quhet pjesë e përbashkët të rrijë gjithmonë e lirë. Dhe ndërkohë kjo është si pjesë unaze. Kalon këtu dhe mund dalësh nga ana tjetër. Pra si rrallë herë ke parkimet e garazhet e tjera ose parkimet, që shkojnë deri dikujt do të kthehen, këtu bën unazën. Probleme me përmbytje nuk ka. Keni ndriçimin të përfshirë, mund të vendosim edhe një aty të keni ka internetin, ndërkohë unë aty më poshtë kam zyrën për çdo gjë, aty në hyrje për çdo gjë ju ndihmoj çfarë ju duhet. Çmimi, po keni të drejtë. Çmimi është 8.000 lekë të reja. Nëse ju do ta paguani muaj pas muaj dhe duhet të paguani 2 muaj garanci paraprakisht. Por ndërkohë ndonjëherë do thotë unë dua t'i paguaj një herë. Nëse dikush do t'i paguaj një herë, duhet të paguaj me 7.000 lekë në muaj. Dhe i bie sa i bie në vit për 12 vjet, 70.000 lekë, 84.000 lekë. Në çdo rast garazhi do lëshohet me një kontratë qiraje. Jo kontratë notariale, pa kosto është ajo, po kontratë qiraje do ta bëjmë kontratën. Pa kontratë nuk lëshojmë dot sepse nuk duam të ngatrohemi me autoritetet. Kjo ishte. Për çdo gjë na kontaktoni ke numri i telefonit 069 26 95 300. Llafosu ti me garazhin. Llafosu ti me garazhin.